Kryeparlamentari Afrim Gashi ju ka bërë thirrje partive politike që të bëjnë përpjekje për të tejkaluar dallimet rreth kodit të ri zgjedhor. Bisedimet mes partive kanë ngecur te votimi i diasporës, pasi shumica parlamentare insiston që të vendoset një model i votimit elektronik të diasporës, por opozita maqedonase është kategorikisht kundër votimit elektronik, pasi thotë se kështu krijohet hapësirë për manipulime zgjedhore. Ndërkaq Gashi në parim mbështeti idenë për votim elektronik nëse sigurohet identifikimi i votuesve dhe fshehtësia e votës. Ai gjatë briefingut të sotëm me gazetarët tha se sipas konsultimeve që kanë pasur me ekspertë të IT-s, kjo gjë është e mundur. Sa i përket zgjedhjes së anëtarëve të ri të qeverisë, Gashi tha se më 13 korrik është caktuar seanca e cila mund të zgjas 2 ditë dhe anëtarët e ri të qeverisë do të votohen individualisht. Për anëtarët e ri të qeverisë nga radhët e Vlenit janë propozuar Jeton Shasivari për ministri i drejtësisë, Agon Ferati ministri i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, Sedat Sulejmani ministri i kulturës dhe turizmit, i cili deri më tani ka qenë zëvendës ministër. Nga radhët e Znamit është propozuar Borçe Serafimovski për ministri i bujqësisë, ndërsa nga VMRO-DPMN janë propozuar Sasho Klekovski për ministër i shëndetësisë, Gjoko Velkovski ministri i politikës sociale. Gjithashtu Ivan Stojlković nga Partia Demokratike e Serbëve, i cili deri më tani ka qenë ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, propozohet për ministër të veçëverisjes lokale. Paraprakisht duhet të shkarkohen ministrat aktual Igor Filkov nga drejtësia, Svetan Tripunovski nga bujqësia, Azir Aliu nga shëndetësia, Fatmir Limani nga politika sociale, Zlatko Perinski nga veçëverisja lokale, Zoran Lutkov nga kultura dhe Shaban Zaliu ministër parësor. Seanca e fundit e kuvendit para pushimit veror është caktuar për më 30 korrik, ku në rendite janë pyetjet e deputetëve.